الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, hamdi, falenderimi, lutjet, adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal. Ndërsa salatet tona, selamet tona të përzemërta i kushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, ne jemi duke spjeguar edhe më mbi imanin, iman, besim. Imani që të besohet, pra të besohet në gjërat gaib, të padukshme. Alladhina yu'minuna bil gaibi, ata të cilët besojnë të padukshmen, të papashmen. Por pse besojnë? E besojnë se kanë fakte, argumente të shëndosha kuranore ose pejgamberike. Andaj i besojmë asaj për të cilën na lajmëron Kurani dhe atë që na lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse për neve është e padukshme, ne i besojmë, duke filluar prej ekzistimit të Allahut Dhul Jalal, Zotit të pashoq. Pastaj besojmë me laqet, edhe pse nuk i shohim. Në gaib bëjnë pjesë edhe xhinët, të cilët ne besojmë se ekzistojnë, e gjinaja. Ne duhet të besojmë për ekzistimin e xhinëve, nga se Kurani Kerimi në 22 ajete i ka përmend xhinët, madje që një sure prej sureve të Kuranit quhet Suratul Jinn, surja e xhinëve. Nga xhinët bën pjesë shejtani. Kjo është me rëndësi, pra armiku numër 1 i muslimanit është shejtani. Shejtani është prej xhinëve. Xhinët, o vëllezër të dashur, janë të krijuara nga Allahu Dhul Jalal para njeriut, një kohë të gjatë. Ka një variant që nuk është e vërtetuar me ajetas, me hadith, se 2000 vjet para Hazreti Ademit Allahu Dhul Jalal ka kriju xhinët. Pra kanë qenë të krijuara me laqet, xhinët, pastaj njeriu. Xhinët janë të krijuara nga zjarri, nga flaka e fuqishme. Iblisi, kur ka kundërshtuar të përkullet për Hazreti Ademin, ka thonë khalakteni min narin wa khalaktehu min tin. O Zot, unë nuk i përkullem ati, ene khajrun minhu, unë jam më i mirë se ai, subhanallah. Nga kjo thonje ka dështu, nga kjo thonje është përjashtu nga mëshira Allahu Dhul Jalal. Ka thonë khalakteni ene khajrun,
mirë se ai Khalaqteni min narin wa khalaqtehu min tin. Mu më ke krijuar nga zjarri që ngrihet lart flaka, bën dritë, kurse balta, toka, shkelet. Pra, nëse duhet njoni prej neve t'i përkulet tjetrit, atëhere Ademi duhet të më përkulet mu, o Zot, jo unë Ademit. Çka i vjen kjo? Kjo i vjen se ai mëson Zotin. La. Allahu dhul Gjelal është i dishmi absolut, ai nuk pranon mësim prej askujt, se nuk ka kush mund të mëson Allahun. Astagfirullah. Ne do njëherë do gjora që si kem qarta, njerëzit thënë, valla me pasqen unë kështu e kisha bo. Astagfirullah. Ti me pasqen s'kishe bo kur gjo, bile mos t'ishte Allahu, ti as që dhe ishe. Pra, gjinët janë të krijuara nga zjarri, melaqet ishin të krijuara nga drita, nga nuri, njeriu i krijuar nga tokë. Pra gjinët në krahasim me njeriu, të krijuara nga zjarri, për dallim nga njeriu, të krijuara para njeriut, me numër më të madh, gjinët janë më shumë se njerëzit. Ja ma'shar el gjinni kad istakthartum min el ins. Allahu dhul Gjelal thot, o ju gjin, ju jeni më shumë se njerëzit. Subhanallah. Gjitho njerëz sa duke, në gjinët nuk duke. Dhe një nga të them vetit e gjinëve është se ne ato nuk i shofim, ata neve na shofim. Allahu dhul Gjelal thot, Yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Iblisi dhe ushtria e tij ju shohin juve që ju nuk i shifin. Disa argumente flasin se në xhenet njerëzit do t'i shohin xhinët e xhinët nuk do t'i shohin njerëzit. Por në dynjë ata neve na shohin, ne ata nuk i shohin. Çështja e xhinëve nuk është për të trishtuar. Prandaj duhet të dim, prandaj duhet të lexojmë. Çfarë është problemi mes neve dhe xhinëve? Duhet më u trem, më u frigu? Jo. Ibn Abasi e ka taku një njeri, një xhin e ka taku dhe i ka thonë, o ti, zotëri, përse frigohen njerëzit për juve? Ka thonë, o imam, ne frigohemi ma shumë për juve. Ka thonë, pse? Ka thonë se ju nuk ka nevojë të frigoheni prej neve, se ju e keni një armë me të cilën mbroheni prej neve, që ne nuk e kemi ato. Dhe cila është ajo? Tha Ajetul Kursi. Subhanallah. Shifse e letë. Ajetul Kursi. Duaja e tesbive. Tha, që ka thonë Ajedin Gjini, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e këndon Ajetul Kursi në mbrëmje, është i mbrojtur nga xhinët deri në mëngjes. Që mbrojtje? Arma. Kush e lexon në mëngjes, kur ngrihet, kur zgjohet prej xhumi, e lexon, është i mbrojtur nga xhinët deri në mbrëmje. Pra ti e lexon në mbrëmje dhe e lexon në mëngjes. Je i mbrojtur natën dhe je i mbrojtur ditën. Prandaj nuk ka nevojë të frigohen. Xhinët kanë disa specifike që ne nuk i kemi. Ata shndrohen dhe ne nuk mund t'i shohim në fizionominë e tyre. Nuk mund t'i shohim. Për shembull, gjarpri. Gjini shndrohet në gjarp. Ka gjarpret të shtëpisë. Ashtu i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjarpën shtëpie. Ka thonë, nëse në shtëpinë e juaj, në banesën e juaj, keni has në një gjarpë, mos je gjujni, mos e mbytni, mos tentoni ta mbytni, por kërkoni largim 3 ditë rresht. Thoni, për hir të Allahut, largohu nga shtëpia. Kështu do t'i flasish. Mirë, gjarpni t'i flasish. Jo, ti jetu i fol xhinit. Edhe ai të kupton. Thuj, për hir të Allahut largohu. Edhe dikur për hir të Allahut largohu. 3 ditë. Po që se nuk largohet, atëhere nuk është gjin, është e gjarpën. A gjarpën ka leje të mbytet. Pse thot mëse sulmoni? Se nëse është gjin,
ato kanë një shpejtësi të çuditshme. Dhe e keni ndëgjuar rastin kur një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një djalë i ri, posa ishte martuar, edhe shkon në ushtri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e shef pejgamberi, thot: "A je ti filani?" "Po." "Po ti," thot, "a ke tjetër antar në shtëpi?" Thot: "Jo, e kam lënë gruan vet." "Hajt," ka thonë, "shko." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Shko të shtëpia." Edhe shkon njeriu. Kur mbrin në shtëpi, mbrin me vonesë. Kur mbrin te dera, e gjen gruan nde. Paku habite, paku nervozu. Tha: "Tashmë këtë kohtin rrin te dera, te dere së kaku." Tha: "Mos nxito." Hecin brenda, tha shife. Hec, tha shife. Kur hini, një atak te jastiki gjarpni. Kur e paki, e kishta fuksën, shigjetën me vete, edhe e gjujti. Pastaj tregon ajo gruaja, thot: "Nuk e di aj me gjitë e gjujti, por vetëm se burri ra i vdekur në tokë. Gjin, shpejt. Ki e ka gjujt dhe aj e ka gjujt, por ki ka vdek." Subhanallah. Prandaj mësimet e pejgamberit, o vëllezër të dashur, duhet me i marë shumë serios. Pse ka thonë mos e sulmo, 3 ditë mos e sulmo. Që do në të thotë me ketë? Se gjinët shëndrohen në gjarpin, shëndrohen në qenë të zi, shëndrohen në gomar. Subhanallah. Pra gjinët e kanë këtë mundësi të shëndrimit fizionomin e tyre, edhe duket diçka tjetër. Posa saj, gjinët i ndihmojnë sihirbazët. Gjinët i ndihmojnë sihirbazët. Sihirbazët bashkëpunojnë me gjinët, por ato gjinë që i ndihmojnë sihirbazët nuk janë musliman. Nga se edhe gjinët ndahen në musliman dhe jo musliman. Wa minna al-mu'minuna wa minna dune dhalike kunna taraika qidada. Gjinët thonë, ne prej neve ka musliman dhe ka jo musliman. Prandaj ajetin që prezentova para jush, fillimi suratul Jinn, Allahu dhul Jalali thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Kul thuaj, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn." Allahu ka tregu se unë duke lexu Kur'an, një grup gjinësh më kanë dëgju Kur'an. Fa qalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Kanë shku të vetët, pra të gjinët tjerë, dhe i kanë lajmëru, ka thonë, ne kemi ndëgju Kur'an, përshkruajnë Kur'anin. Ai Kur'an udhëzon në rrugë të mba. Wala nushrike bi rabbina ahadan, dhe ne Allahut nuk i bëjmë shirk. Pra gjinët këto dëshmojnë se Allahun e besojnë, Kur'anin e besojnë dhe Allahut ortak nuk i bëjnë. Pra kjo është çështja e gjinëve. Dhe ata që kanë dëgju Kur'an kanë shku ju kanë përcjell tjerëve. Pra gjinët musliman, o vëllezër të dashur, nuk bëjnë zullum. Edhe për atyre ka që bëjnë zullum, sikur njerëzit, pra gjinët musliman dhe jo musliman. Ata jo musliman janë shayatin. Ato jo musliman, pra janë shayatin, Zoti na ruaj. Pra kemi këto lloj të krijesave mukellefin që janë të ngarkuar me besim dhe me adhurim. Kush që nga pra? Me laqet, njerëzit dhe gjinët musliman. Ndërsa ato që janë musliman, ato janë shayatin, Zoti na ruaj. Në kryet atyre shayatinëve, kush është i pari? Është Iblisi, ai i pari që ka filluar armiqësinë me Hazreti Ademin dhe i ka lip leje. Allahu dhul Jalali ka thonë, më jep leje që ti jap vezvese gjithmonë Ademit dhe bive të këtij, dhe gjithmonë të mundohem t'i largoj nga rruga e vërtet. Allahu dhul Jalali ka thonë, provoje, por ti nuk do të mund ti mbashtrosh njerëzit e mirë. Nuk do mund, Allahu dhul Jalali ka thonë, ti nuk do të mund ti mbashtrosh njerëzit e mirë. Ti vazhdo luftën,
por ti do t'i mashtrosh ata që janë të dobët, ndërsa mu'mini hakiki nuk do mund t'i mbashtrosh. Po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Hazreti Omerit, ja Omer, ti kur e merr rrugën, je të hecë rrugës, asaj rrugë është duke ardhur shejtani. Dhe kur të shef ty, ja Omer, frigohet dhe elshon rrugën. Shejtani ja ka lshu rrugën Hazreti Omerit. Pse? Se Hazreti Omeri Omer. E ne nëse i bëjmë punët e hajrit, besimin e fuqishëm, namazin e falim, si që dim kushtet e imanit, edhe shejtani s'ka që të në bëj, a jep vezvese. Por Allahu Dhul Gjelal në ka dhonë sure e shkurte, e bukure, e madhe, gjërë, e cila ka emnin Suretun Nas. Suretun Nas është kul a'udhu bi rabbin nas. Është surja e fundit me të cilën mbyllet, përfundon Kurani Kerimi. Përfundon me këtë lutje. Pra Kurani Kerimi me çfarë fillon? Fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbaron me kul a'udhu bi rabbin nas, Melikin nas, Ilahin nas. Pra Zoti i njerëzive, sundimtari i njerëzive, krijuesi i njerëzive. Çfarë i lutemi? I lutemi Allahu Dhul Gjelal të na mbron min sharril vesvas, të na mbron nga sherri atij që shpif ban çytje, gjithmonë të mundohet të të mbashtroj, gjithmonë mundohet të keqen të ta zbukuroj. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Allahu Dhul Gjelal thot shejtani ja zbukuron veprën e keqe, ja zbukuron fjalën e keqe, i nxitën ka e keqe. E dini atë rastin kur e ka pyet Isa a.s. kur e ka pa iblisin me një qip me mjalt shejtani jam. Ka thonë, çka të duhet kjo? Ka thonë, me këtë ja u li buzët në mënyrë alegorike, ja u li buzët muslimanëve kur flasin keq për njëri tjetrin. Dhe kur zihen mes vete. Kur zihen mes vete që muhabeti, ato fjalët e këqija që duken të ambla. Pra bisedë me urdhën të shejtanit. Pra min sharril waswas el khannas. Khannas është ai që fshehet. Kur thirrën ezani, ai ikën. Kur lexohet Kur'an, ikën. Kur përmend Allahun, ikën. Kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ikën. El khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Është ai i cili bën vezvese në gjoksat, në zemrat e njerëzve. Por shejtani nuk është një lloj. Nuk është shejtani vetëm prej xhinëve, por ka shejtan Zoti na rrit edhe prej njerëzve. Që do të thot, ai nuk është prej xhinëve, është prej njerëzve. Po thot shejtan prej xhinëve, prej njerëzve që i bën të njëjtë atë punë sikur shejtani i xhinëve. Zoti na rrit. Prandaj Allahu Dhul Gjelal thot, minel jinnati wan nas. O Zot më ruaj nga vezvesja e shejtanit, ai shejtani le të jetë prej xhinëve ose le të jetë prej njerëzve. Stakfirullah. Pra njeri që urdhnon në punë të keqe, ja zbukuron të keqe, e nxitën dy vllazën një idhnu pak, ai në vend ndërhije ty pajtoje, ai nxit. Punë kujt është kjo? Punë kujt është kjo? Punë e shejtanit. E ka bën një jetë një gjallë i ri të agjoron Ramazan, ai shkon i thot lebe ti a plakia, nuk mi haxhite, nuk je hoç, hajde, ndeze, hajde në kafe, në macchiato. Çka është kjo? Ki e lun rolin e shejtanit, por rolin e shejtanit pra shejtan për njerëzve, Zoti na ruaj. Andaj vëllezër të dashur, shejtani atë detyre ka. Kurse pra kur flasim për xhinët, ne nuk dim pra çka dim për xhinët? E dim se janë të krijuara nga zjarri, janë të krijuara para neve, janë më shumë se neve. Ata na shohin, ne nuk i shohim. Ata mund të shndrohen në xharpën, në qendëzi e kështu me radhë, kurse neve Allahu Dhul Gjelal nuk na e ka dhënë atë mundësi, por atij ja u ka dhënë. Dhe ata pra xhinët
ne nuk e dim sa jetojnë, sa e kanë jetën. Me u martu po, me zvete, rritet numri, kanë lindje, kanë vdekje, me zvete. Por sa është jeta e gjinve, nuk e dim, vetëm për njonin e dim. Vetëm për një prej gjinve e dim sa jeton. Ajo është Iblisi. E sa jeton Iblisi? Iblisi jeton prej kur e ka kriju Allahu Dhul Gjalal deri në kiamet. Se ka lut Allahu Dhul Gjalal, ka thonë, ma mundësot që t'jetoj dhe t'i përcjelli gjithmonë dhe t'i mashtroj. Okay. Ka thonë Allahu Dhul Gjalal, tamam, ja ka dhënë edhe këtë mundësi. E tash mund të shtrohet një pyetje. Pse be Zot e ke kriju? Be mos i shkon shejtani sa mirë i shkon. Valla, ishim kon rahat. S'na kish pengu ka e mira, nuk na kish urdhnu ka e keqja, po shejtani është sprov. Që Allahu Dhul Gjalal t'i sprovon muslimanët e vërtet nga ato që janë laraman. Shejtani nuk e detyron askant me dhunë, po e mbashtron. Madje që në ditën e gjykimit, kur do të hudhet shejtani në xhehenem me gjithë ata që i kanë shku mbrapa, ata që janë botë tabi shejtanit, kur të hudhet në xhehenem, shejtani do të hip në një binë prej zjarri dhe do t'i fton ata që i ka pas ushtar, ata që e kanë simpatizu, ata që e kanë respektu, do t'i fton edhe do t'ju mbajnë një fjalim të shkurt, të mjerushëm, të dhembshëm, fjalim. Shejtani do t'ju mbaj fjalim atyre të cilët i ka pas xhema, atyre të cilët i ka pas simpatizer, të cilët e kanë respektu, e kanë dëgju. Çka do t'ju thot? O ju që keni ardhur mas mu, Allahu ju premtonte edhe unë ju premtoja, por ju në vend të ndëgjoni premtimet e Allahut, më keni ndëgju mu. Unë vetëm ju kam premtu, kur gjos ju kam vërtetu. Por ju në vend të ndëgjoni Allahun, premtimin e Allahut, që Allahu Dhul Gjalal thot, men amene wa amile salihan, ai që beson dhe bën vepra të mira, Allahu ja ka premtu xhenetin. Por kise ka ndëgju Allahun, e ka ndëgju shejtani. E të pastaj çka do të thote? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Dhe do ta mbyll muhabet. Do ta mbyll temën. Ligjërata u mbyll. Fjalimi u kri. Allahu ju ka premtu, ju se keni ndëgju. Unë ju kam mashtru, mu më keni pasu. Mos më shani mu, pra shanje vetë vete. Kjo është mjerimi i madh. Mos më shani mu, por shani vetë vete. Subhanallah, vëllezër të dashur, mos i kofte për xhame. Njoni për shembull e mbashtron njonin, hajde vjedhim, hajde bëjmë këtë, hajde e mbashtron, edhe ai hin, vjedh ki hikën, atë zon, e mande çese në gjyq. Edhe ai thot, filani më ka thonë. Ai thot, te pse më gjove mu? Mua më të çova me zor. Subhanallah. Pra, kështu do të jetë raporti i njerëzive që i ka mbashtruar shejtani. Pra xhinet o vëllezër të dashur, ku rrin, ku jetojnë? Xhinët jetojnë në për shtëpia të lana pasdore, shtëpia të braktisura. Ne i them harab, e lanët, e shkret. Andaj atje rrin xhinët, prandaj nuk preferohet që në një shtëpi të kese dhama bosh që nuk hinë kërkush. A më janë, bëjmë shtëpia të mëdha, rinia shkun, u largune, në vend ndërtojmë rini, ndërtojmë shtëpi. Shtëpijat i ndërtojmë rinin e përzan. Nuk ja vlen me të bëjmë shtëpia të mëdha të pashfritzuara. Se në dhamën, në shtëpin që nuk ka njerës, atëre banojnë xhinët, zotin arruj. Xhinët banojnë në përshkretira, në përvareza, në përshpela. Por, nëse ja u lejojmë, ata banojnë edhe në shtëpin tonë. Si ja lejojmë? Him në shtëpi pa bismillah. Him në shtëpi, në banes, pa bismillah. Shejtan në marin brapa deri të dera. Kur vinë të dera ti thu bismillah, kthejnë prapë. Shejtan në shoqërojnë edhe në sofër, zotin arvi. Fillojmë të hajmë ushqim
pa bismillah. Shejtani thot grahni se ka hise edhe për ne. Pra po, pastaj në shtëpi vendin e kanë në banjë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që kur të him në banjë, para se të him në banjë, para jashtë banjës të thomi bismillah. O Zot, më mbroj nga shejtani. Edhe him. Me të thonën o Zot, më mbroj nga shejtani, shejtani nuk ka gjasa të dëmton. Nga se shejtani nëse është në banjo, edhe sidomos kur deshemi, shejtani xhelozon edhe ndodhin punë të padashura. Se xhinët e kanë edhe një mundësi, për fat të keq, e kanë edhe një mundësi që mund të qarkullojnë në për trupin ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shejtani qarkullon në për trupin e njeriut si kur gjaku, mrenda. Shejtani shëtitet edhe në për safët e xhamatit. Pse ka thonë, mbushni safët, afrohuni mes vete, mos i leni vend shejtanit. Sa i si të gjenë vend, shëtitet. E kur shëtitet në për safë, bon vezvese. Pse ka thonë sallallahu alaihi wasallam, mbushni safët. E ne kur ishte virusi atëherë, në thoshin, nuk e di kush tha bile, në hala nuk e dim kush në tha, po kanë thonë o hoqë, patar një xhamat këtu, edhe me djalin e vetë, edhe kur bon të falemi, thot djalit ma të gjë. Thash afro. Pas i e krytëm, a gjithash a jini me një vend? Tha po, ama i nuk e di ku du të dalun. Thash a jini me një vend? Tha po, hoqë. Thash a hajni me një sofër? Po, tha, me një sofër, me një vend. Thash për në sofër a larga rini afer. Jo be tha afer. E pse në namaz larga? O që ashtu thonë be? E që ashtu kanë thonë. Hala nuk e dim kush kanë thonë. Të falesh në namaz, larga. A i prifti a gje natën e Velikdenit, natën e Pashkve, kur veç e hoqën edhe orën policore, të gjona nuk ban t'i harun, e hoqën orën policore, natën e Velikdenit, s'kishte orë policore. E ne të ngaredh në për xhamia ta falim taravin. E prom ku ishi? Xhamia mbyllët. E nëse proma, mbyllët. E sonde, për hirt Velikdenit. Taravi Velikdeni, Vlezër, ne jemi musliman, nuk ban të mashtrohemi. Edhe me falë namazin larga, që këtu duhet vitash. Edhe njoni i ka thonë njonit, pse be kështu se keni thonë një hoxhallarët se nuk ban ndërmjet lami shprasti, hajt ti se e mbushin me laqet. Fetfa e reje kështë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë e mbushin me laqet, ka thonë ju mbushni safët, ju afrohni me zvete. Njoni ka thonë ja Rasulullah, po shejtani mund të hijë ndërkom. Ja, ka thonë, ajo është mendje madh, ajo është kornos, nuk hijë ndërkom. Si të gjë e vend në përmes safëve, nga. Ku është fjallë? Se shejtani lëviz edhe në safët tonë. Shejtani lëviz edhe në trupin tonë. A më mburoja jonë, elhamdulillah, është e udhu billahi minash shejtani rajim. Hazreti Gjabiri radiallahu anhu tregon, Gjabir bin Abdullah, thot ishin duke hec me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pam një gjarpë. Pejgamberi undal, pak e uli kokën, gjarpën e ngriti krijet. Pejgamberi e ndëgjoj, subhanallah, pejgamberi e ndëgjoj. Tha kur fillum të ecë, veç e ndëgjova pejgamberin të thonë po, u kry. I thash, ja Rasulullah, shka ke kjo? Tha, ishte një vlla prej gjinve, musliman. Ishte një vlla prej gjinve, musliman. Mullut, tha, thuj umetit tanë, thuj sahabëve, kur të mbesen ushqimet, eshtrat, të mos i hudhin kot, po në tilon me një vend veçant, se ajo është ushqimi jo. Qfar haj kanë gjinët? Ato që ka mbetet, pra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që mbetet prej neve, është ushqimi gjinëve. Gjinët musliman,
bëjnë edhe mirë. Ato që janë zullumqarë veç, Zoti na rrit, ne plot njerëz kemi që janë të bo zullumqarë, bëjnë zullum në për njerëz, edhe musliman bilash. Mund të edhe Ramazan të agjëroje, ban keq, stakfirullah. Pra edhe xhinët, disa janë musliman, disa nuk janë musliman. Po edhe ato që janë musliman mund të gabojnë. Po do njëherë gjini musliman ju ndihmon njerëzive musliman. Tregohet njëherë një grup kanë marrë rrugën për shku në haxh, edhe e kanë humbë udhën, e kanë humbë rrugën në shkretin. Edhe thot kemi arrit deri në një vend që e pam që kemi humbë. Nuk mund të gjejmë rrugë, nuk dim ka të shkojmë, do të në shkretin edhe deti janë çuditshëm. Si ta humbish rrugën, subhanallahu, në vend shkosh ka rruga ti largohesh për rrugës. Në det, në vend shkosh ka dalja, ka brek deti ti shkon thellohesh. Thot ne ishim hutu sa që u lodhëm, sidomos për ujë, u dogjëm, u lodhëm, u shtrim edhe tham vin vdekja u kri. Kur shofim vjen një gjin në formë të njeriut, edhe na thot o ju, mos u ndalni këtu, ama nuk mund të lëvizim, nuk e dim rrugën, mos u ndalni këtu. Në këtë drejtim hesni drejt, shumë afër do ta gjeni ujin. Edhe shkum, thot, dhe çatje ku na tha, edhe elhamdulillah e gjetëm pra rrugën, e gjetëm shpëtimin. Nga kjo çka do të argumentojmë se gjinët e mirë ndihmojnë, njerëzit e mirë ndihmojnë, gjinët e këqij dëmtojnë, siç dëmtojnë edhe njerëzit e këqij. Pra minna salihun wa minna dune dhalik. Kështu kanë thonë gjinët, prej neve ka të mirë, prej neve ka edhe jo të mirë, si kur njerëzit. Por me arë në një konkluzion, përse ju kushtova këto fjalë, o vëllezër, ju drejtova me këtë, që ne besojmë se ekzistojnë gjinët, edhe besojmë ashtu si që i përshkruan Kurani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk ka vend për frikë. Se këtu një pak problemësh, njerëzit kur t'ja përmendish gjinët, frigohen. Nuk ka vend për frikë. Hec me abdes, qile derën me bismillah, ullu në sofër me bismillah, filloj ndeze kerin me bismillah, edhe thuj të vekeltu ala Allah, Allahu të mbron, edhe në fund pra ne kishim mburojnë më të mirën që tha vetë gjini Abdullah ibn Abbasit, ju e keni një armë me të cilën ju mbrohni, kurse ne atë armë nuk e kemi. Cila ishte ajo? Ishte pra ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, e kështu me radhë. Pra lutim Allahun dhul xhelal, pasi na ka udhëzuar në këtë din, pasi jemi lind musliman, të na mundson të jetojmë si musliman, e kur ta praktikojmë islamin, atëherë nuk ka nevojë të frigohemi, më shumë duhet të frigohemi prej vetvetes, prej punëve tona jo të mira, se të frigohemi prej krijesave që i ka kriju Allahu dhul xhelal. Edhe për fund pra gjinët musliman, ata që janë musliman janë gjinët musliman, ata që nuk janë musliman janë shejtanët. Pra shkurt, melaqet nuk bëjnë gjuna, nuk kanë potencial të bëjnë gjuna. Asesi. Shejtanët në të kundërtën nuk kanë potencial të bëjnë mirë. S'ka. Shejtani nuk bën mirë. Edhe kur bën mirë, mundohet të të pengoje nga një më e mirë, nga një punë më e mirë. Ti don ta bësh një punë më të mirë, ai ta tregon një tjetër që mos e bësh atë. Për shembull, ka një rast që një musliman ka qenë duke u falë nën hijen e një mur. Ka qenë duke falë namaz. Shkon shejtani e largon. Edhe i thot ki, shumë bravo vllop, se ma prish namazin. Thot largohu se muri është ura. Tha kush je ti? Tha unë jam shejtani. Ti tha të më largosh mu, se po përzohet muri e unë e mbitem, po të largoj, tha, se me urzu muri në sesh dhe ti shkon shahid. Me urzu muri e të mbit ti shkon shahid se të fal namaz. Prandaj të largoj. Çfarë mendimi është kjo? Me të vërtet që
E ta don të keqen, po nëse ta don të mirën, jo për të mirë, po që mos arrish një të mirë më të madh. Subhanallah. Pra shejtani nuk ka potencial për të bërë mirë, siç nuk kanë melaqet potencial për të bërë keq. E kush ka potencial edhe mirë të bëjë edhe keq, janë pra njerëzit edhe xhinnet. Allahu të na mbrojë prej vezveseve shejtanit, Allahu të na mbrojë edhe prej vetes tonë, Allahu të na i pranon ibadetet tona, të na i pranon lutjet tona dhe të na mbron nga çdo e keqe e kësaj bote dhe të na mbron nga fatkeqësitë e ahiretit dhe të na bashkon në Jannatul Firdaus. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.